jemi ende të vonuar, ka ardhur koha që të hapen shtëpitë publike në vendin tonë, pra të legalizohet prostitucioni, mos ketë dënime penale lidhur me ata të cilët ofrojnë këtë shërbim, sepse kemi të bëjmë me profesionin më të lashtë të botës, prostitucioni, prostitutat kanë pasur herët, pra që në kohët më të lashta e kanë ushtruar këtë si profesion. Nga njëra anë është shumë pozitive, sepse do të krijohen të ardhura ekonomike për këto profesione. Natyrisht, nga ana tjetër do të ketë pagesa për taksat, tatimet, pra institucionet shtetërore, do të ketë kontroll, duke filluar me analizat, nëse deri tani ky është një profesion në ilegalitet, pra nuk është i kontrollueshëm, do të bëhet e mundur që në të ardhmen ky do ketë një kontroll mjekësor dhe ata të cilët do të marrin këtë shërbim do të kontrollohen në mënyrë periodike, por edhe ata që ofrojnë shërbimin. Kështu që nuk do të ketë sëmundje. Duhet të kujtojmë që Shqipëria ka numrin më të madh të sëmundjeve të cilat janë seksualisht të transmetueshme dhe kjo është shumë negative dhe vjen për shkak të mos legalizimit të prostitucionit. Kështu që besoj që në reformat e qeverisë duhet ta marrë me konsiderat apo në prioritet legalizimin e prostitucionit në mënyrë që të ketë edhe turizëm, sepse mos harrojmë që ka vende të cilat ka atraksione të tilla, duke filluar me hotelet që ofrojnë të shërbim dhe kjo do bëhet e mundur që edhe gjatë periudhës së dimrit të ketë mundësi që ky turizëm të jetë funksional dhe të punojë. Kështu që do të thithi turistë nga gjithë vendet e botës, të cilët janë të interesuar qoftë edhe për të vizituar vendin tonë, por natyrisht edhe për të patur apo për të kryer marrëdhënie seksuale me profesionistë të cilat janë të atashuara pranë këtyre qendrave që ofrojnë shërbime seksuale. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.